Atëherë nuk do bëjt njëjtin debat dhe është me vërtet një keqardhje që u mbasim rreth gjysmë ore apo një orë gjithmonë njëjtin debat për rregullore. Dhe meqense kjo po përsëritet në çdo mbledhje dhe nuk dua as të sqaroj pse 6 pikat se kemi sqaruar gjithmonë janë pika standarde në çdo mbledhje që janë ndihma ekonomike, dëmshpërblimet e tjera me radhë. Jo, jam dakord, e kemi propozuar edhe në 2 mbledhje, po nuk dua ti futem zoti Hoxha të dëgjova të lutem. Nuk dua t'i futem debatit. Do ndodhi kësaj mbledhje, do përfundoj po me votim. Do ndodhi dhe mbledhjen e ardhshme, do ndodhi në çdo mbledhje, pse se edhe zoti Huseni citoj pak, por gjithë janë dakord dhe shikojnë që ka një dinamikë jashtëzakonisht të madhe. Përtej kësaj nuk dua të futem debate dhe nuk dua të diskutoj. Dua vetëm t'i përgjigjem zotit Hoxha, i cili më drejtoi një pyetje dhe tha çfarë duhet bëjmë që kjo mos ndodhi. Është vërtet shqetësuese që të ndodhi çdo mbledhje ripërsëris dhe normalisht nuk është dhe lehtë që kush është njohës i rregullore i ligjeve të duhet ta interpretojë apo ta përballojë në debat të tillë çdo mbledhje pasi e kupton shumë mirë çfarë lloj debati është. Por për sa i përket kërkesës se çfarë duhet bëjmë që kjo mos ndodhi, atëherë duhet ulemi të gjithë të bëjmë të përgjegjshëm që ta evitojmë këtë gjë. E kam propozuar dhe i ripropozoj dhe sot e bëjmë konkrete propozimin. Ka ardhur momenti që kur një rregullore nuk përshtatet me ecurinë e mbledhjeve, atëherë ka ardhur momenti që kjo rregullore të ndryshojë. E kam propozuar disa herë në çdo komision apo në kryesi, e ripropozoj dhe kërkoj që të përcaktojnë përfaqësuesit e tyre në një komision të përbashkët ku të rishikojmë të gjithë rregulloren, pasi nuk është vetëm problemi i këtij neni përkatës që vetëm rregullore Vlorës po ta shikosh e ka me 5 pika rënd e ditës, po të shikosh rregulloren e Fierit e ka me 15 të rënd e ditës. Atëherë, po të përgjigjem pyetjes. Çfarë, jo nuk ka nevojë për 6 muaj, për 10 ditë heq pikat, për 10 ditë heq pikat të cilat bien në kundërshtim dhe nuk është e vetmja, për përsëris janë shumë pika. Ka pikat ndryshme kur japin kompetenca të njëjtave organeve, konferencës kryetarëve të grupeve. Atëherë edhe një herë, meqense u kërkua, por i theksoj që ta evitojmë gjithë të debat, edhe nxejje të tepër ta pa filluar diskutimin e pikave, të ngrem një grup përbashkët dhe pres propozimet ose kush do jenë përfaqësuesit e grupit të opozitës që do të bëjmë pjesë në një grup përbashkët të rishikim në rregullores. Atëherë e kam propozuar jo vetëm kjo pikë, unë po them të rishikojmë gjithë rregulloren se ka problematika. Dëgjoj, është një rregullore ta them që ka problematika dhe po ta ndjekësh rregulloren nuk realizon dot një mbledhje Këshilli Bashkiak, se konferencë e kryetarëve me kryesin, me kryetarët e grupeve, po ti shikosh në rregullore kanë të njëjtat kompetenca dhe mendo sikur njëra të jetë kundër dhe tjetra të jetë pro, pra bllokon gjithë funksionimin e Këshillit Bashkiak. Atëherë, meqense mu drejtove që këti evitojmë këto gjëra, po të bëj një propozim, ta kam bërë, kemi diskutuar, përcaktojmë përfaqësuesit tanë, atëherë është një neglizhencë. Hajde përfaqësojmë sot, pas mbledhjes, përfaqësuesit tanë, të mbledhjet dhe komisioni mandateve dhe kjo rregullore mendoj se duhet ndryshuar. Faleminderit zoti Moçka. Zoti Nika. Zoti Hoxha, të lutem.